aftësia jam është me pas një farë dëgjimi aktive dhe mos me hu pas një fjali që e kom kompleksojna. Edhe unë kisha dash me njësë për fillimet, ku kolegja këtu e përmani që pjesa e shkrimit, pjesa e fletës e na është shumë e zhvilluma. E kena vrejt, unë personalisht e vrejt ashtë edhe gjatë studima, që letër shteti i Kosovës është shumë i perfekcionu. Do me thonë, prej temës e arsime që zakonisht unë e tash do t'a prejke dhe ku me prejke në të ardhmen, është shumë i zhvillum, ama në praktik të e lidhë dhe me pjesën e këto nuk është fore që shdukat. Edhe mas në bjen tema a është bu veç për qefin e ndërkombëtarve, a bu për atë dëshiren që më zhvillu shteti i Kosovës. Po fletë për Zorin Jahjaga. Tu lidh veç me rastin e kësojna. Pastaj vjen tema se a kena kryum tash mentalitetin që hekinat mos me kun veç sakrifisa që i buna për familja, po hekinat me kun edhe rrugtimi arsimore, zhvillimi profesional që e buna. So në mendoj që diçka që len anash mundet më arrit që tjetra më zhvillu ma shumë, edhe kjo du me thonë që a mundet, nuk po thëmë veç mentaliteti shqiptar, po gjitha në mbanë botës, që nuna nëse kryon familje, mas i vazhdojnë me arsimin e tyre më të qëm, a i bjen edhe ajo hekina jo. A është vishë sakrifisa për familje, dhe me thonë me largu andrën e saj dhe me vazhdo me kriju familja. Ka pjesa e pomjes edhe dukjes një gruaja, një vojze, është diçka që shumë me keqardhje thëmë që hala ekziston në shtetin e Kosovës.